Çka e dallon këtë muaj nga muajt e tjerë? Shiqoni, ky muaj që dallohet prej 11 muajve tjerë, është me rëndësi se ky muaj quhet edhe muaji i Kur'anit, sepse ka zbrit Kur'ani në këtë muaj. Edhe kjo është madhështia më e madhe, domethënë që Allahu e ka dallu. Por nuk është vetëm kjo. Muajin e Ramazanit që e caktoi Allahu xhaleshanuhu edhe e dalloi prej muajve tjerë, ka ndodhur edhe disa data tjera historike, që ceket edhe lufta e Bedrit që është zhvillu, po ashtu çlirimi i Mekës që ka qenë, dhe po ashtu ajo çka është edhe më me vlerë është edhe nata e Kadrit që është më me vlerë se 1000 muaj. Domethënë ky Ramazan është i dalluar me këto data historike që janë më me vlerë, që dallohet domethënë pjesa e parë, pjesa e dytë dhe po ashtu edhe pjesa e fundit. Mirë po, ne e tham edhe më herët se çdo herë duhet të marrim mësim nga i dërguari jon, nga pejgamberi alayhis salam, sepse ka thënë fa aleikum bi sunneti. Thot veproni sipas sunetit tim, që edhe ne pra duhet të marrim mësim nga ai, ashtu siç vepronte ai në muajin e Ramazanit, pak e shtonte ibadetin më shumë, gjithashtu lexonte Kur'an edhe më shumë, atë që e cekëm me Xhibrilin që ka pas takimin, se nuk ka qenë ai takim i rëndomt, ka qenë takim diturie, domethënë me melaçen Xhibril që e ka pas, dhe po ashtu thot gratë e tij apo bashkëshortët e pejgamberit alayhis salam kanë treguar për pejgamberin se ai kur është falur, thot aq shumë ka bën ibadet Allahut sa që ju kanë ajt edhe këmbët e tij. E ne duhet të marrim mësim nga ai që t'i shtojmë domethënë ibadetet tona sipas mundësive, aq sa kemi domethënë mundësi. Një rast tregohet te pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur një njeri me emrin Wabisete Ma'bedi, thot ka ardhur te pejgamberi dhe kur e pa pejgamberi alayhis salam tha, ke ardhur të më pyesësh çka është e mira, çka është mirësia? Ai tha po. Tha pejgamberi alayhis salam ju drejtu duke i thënë istefit kalbik. Tha pyete zemrën tënde. Edhe ne si besimtar, pra kur afrohet ky muaj i bekuar, ne duhet t'i bëjmë pyetje vetvetes. Pra t'i bëjmë pyetje zemrës tonë, se sa e kemi devotshmërinë për me prit këtë muaj, e kemi me vullnet, a e presim duke i bën hamd falënderim Zotit që elhamdulillah që na mundsoi Zoti ta presim edhe një herë këtë muaj të bekuar. Kështu që pastaj pejgamberi i asqaroi, tha mirësi është, tha kur njeriu e ndjen tha veten rahat, domethënë e nin zemrën rahat, edhe pjesët e trupit tha janë të rahatshme. Kurse e keqja tha konsiderohet kur njeriu tha është i shtrënguar edhe nuk e ndjen zemrën rahat, por domethënë kërpjesa e krahërorit të tij nuk është e rahatshme.